Përshëndetje, tamam si një superstar I vërtet. Zonja dhe zotrinj nuk vi vetëm në këtë moment në sken, po vi me Laertin, I cili është vetëm 16 vjeç, po mos e shikoni kështu si duhet, sepse është I tmerrshëm. Në çfarë do thoni ju? I tmerrshëm në kuptimin e mirë. Nëse përgjithsisht në skenën e Albania's Got Talent kemi pasur gjatë sezonit të parë të rinj të talentuar të cilët na çonin në të shkuarën edhe na tregonin data historike, më the të thash nga këto gjëra. Laerti ka aftësinë, ndryshe nga të tjerët, që të na çojë në të ardhmen. Dhe unë e di që ata që merren me organizime eventesh, ata që organizojnë, po them, festa të ndryshme paguhen shumë. Dhe ti mund të fitosh shumë lek, po them unë, nëse do bëhesh një organizues eventesh, sepse Laerti, për shkak të një aftësie I jashtëzakonshme që ka për të ditur se çfarë dite saktësisht do të jetë në kalendar në një X datë në të ardhmen. Do të thënë, bën llogaritë ti, edhe nuk e dim se si arrin ta bëj, po e rëndësishme është që përgjigjet janë të sakta. Unë kam ndërtuar me anë të një, po themi, rastësie në kalendar, unë kam hapur kalendarin sepse e kam pamundur të gjej gjëra, po unë me kalendar kam vendosur disa data të caktuara, të cilat Laerti nuk I di, kam ndërtuar me ndihmën e regjisë edhe një tabel që do ndihmoj për të kuptuar nëse Laerti do I gjej të sakta apo jo, dhe do pyes thjesht në X datë, në filan datë, çfarë dite do I bie. Jemi gati? Po. Laerti është gati, sigur ka ardhur në audicione, po a jeni gati ju? Tani Laert. Urdhëro. Me ndihmën e regjisë kam përpiluar një tabel me datat e caktuara, edhe Laerti nuk ka dini fare për tabelën, do e pyesim dhe do të kuptojmë nëse do të arrijë të gjejë të sakta çfarë dite saktësisht I bie. Për shembull, Laert, nisim me datën 23 janar të vitit 2029. Çfarë dite do jetë? E martë. E konfirmojmë? Ti mos u kthe vetëm që tregojmë transparencë. E martë sakt. O sa bukur, 1-0 për Laertin. Data 15 maj 2031. Ejte. E konfirmojmë dhe me tabelën, 15 maj 2031 është ejte. Shkojmë në një muaj të nxehtë. Po. Se di sa qef e ke verën ti. E ke qef verën? Po. 9 korrik 2027, më thënë 9 korriku I pas 2 viteve. Çfarë dite do jetë? E premte. E konfirmojmë me tabelën. E premte është xhuma miq. Bravo. Kemi muajin e fundit të vitit, dhjetorin, 18 dhjetor 2035. E martë. E shohim pak. E martë, kjo është e martë. Kjo po që është e martë. Kemi ecur shumë mirë deri tani. Dikush ta thotë edhe po gabuam, njerëz jemi edhe gabime bëjmë, po ne nuk duam të gabojmë, se duam të tregojmë gjithë shqiptarëve që ne jemi njësha talente. 24 prill 2060. 24 prill 2060. Sa larg, sa avantgardje, mo. Po 100 vjetori im, po isha. Okej. Si po ishe? Po isha 100 vjet. Si do e vërtetojmë ne 2060, na shkon kalendari aq? Shko në kalendari deri në 2100, çfarë flet? E gjem do 2060-ën? Mos e gje se e di unë. E mërkur. Bravo. Tre shkurt 2028, nuk është shumë larg. Ejte. Ejte, edhe me nerv. Ejte. Është ejte, miq. Është ejte. 31 gusht 2033. Atëherë. E mërkur. 31 gusht 2033, shohim nga grafika që konfirmon e mërkur. Shumë të mërkura na dolen. 32 prill 2030, jo bëj shaka, jo. Është 1 prill 2030. E hën. Në ditën e gënjeshtra, dita e gënjeshtra është e hën? Po, është e hën, po. Okej, e hën, miq. Tani, në momentin që ti ka ardhur në audicione, ishe po kaq I bindur sa e shfaq veten edhe në sken dhe për këtë mua më bëhet shumë qefi. Ti di që kemi 4 anëtar jurie të jashtëzakonshëm, janë legjenda dihet, nuk dihet kur kanë lindur, në sensin që duket sikur kanë ekzistuar gjithmonë, po legjenda si Castro, Ledina, Adelina dhe Goni, për shembull,
Kanë dhe ata ditëlindjen e tyre. Castro në edicionin e parë na ka bërë lëmsh me ditëlindjen e vet, po e vitoj fare për të mirën e të gjithëve. Ai që ekziston dhe po na verbon me shkëlqimin e fustanit, Lidina Çelo. Lidina i dashur, Laert ka lindur në 9 shkurt. Kaq. Apo duhet të thënë. Jo. Çfarë dite do ketë ditëlindjen e Lidina nëse larg qof nafton për shembull vit tjetër? Domethënë në 9 shkurt të 2026-s. Varet si do sillet. E han. E hën, apo ditën e hënën? E han. Okej. E shtyt të diela. Do duhet ta konfirmojmë që në fakt dhe unë nga 2030 shkojnë 2026 me vrap e konfirmojmë që është shkurt. E hën miq, është e hën. Mos ta lëm dhe Adelinën, nëse do pyesi vetëm çfarë mund të jetë për shembull data 14 dhjetor, e kemi vajzë dhjetori, edhe kjo veshja kuqe më pëlqen shumë. Ne kemi të dhjetori. Po, Adelina në 14 dhjetor të vitit 2027. 7. Në diel. Mos është e mërkur ka mall. Ç'është 14 dhjetor 2027. Pas 10 vitesh. Atëherë, e martë. Është e martë? E martë është. E konfirmojmë. Është e martë. 2027 dhjetor, aty qëndroni miq. A është e martë? Ja e thot publiku. 14 është e martë. Dgjoj. Unë e di shumë mirë që ti je i sigurt në aftësitë tua, po është njerëzore ndonjëherë që dyshojmë, po përdesa jemi në një program kaq të famshëm edhe kaq të përhapur se Albinës Got Talent, patjetër që ne do i verifikonim këtu apo jo. Sigurisht që po. Sigurisht. Miq të juris. Sa bukur. Kemi edhe një publik në këmbë. Isli, mundem, unë jam shumë supersticios kundrejt ditëve të javës. Për shembull, nëse të gjithë, ose një pjesë dërmuese të martën e ka, ku diun, Ters. me ka ters, unë të gjithë lajmet më të mira e ka marrë ditë të martë. Dhe nuk e di pse kam një bindje që $5 milion që në parë do ta kem në 28 maj të 2029-s. 28 maj 2029. Zgjedhjet parakoshme. Prit. Ato ditë. E han. Është e hënë miq. Dhe këta janë, haqa janë këta. Nuk i merr. Si martë. Ka jeni Dohet ju, marrë. se vazhdojnë sistematikisht non-stop vetëm për të ngatruar, për bravo që nuk bie pre. Tani, Bravo. do një gjë të saktë, do na e thoni? Se ne i thamë gjëra të sakta. Morëm Dorë do fitja katër është. po të sakta. Do e bëjmë atë që bëjmë më mirë. Faleminderit, hajde. Ja hodhëm. Bravo.